Komisioni Evropian do të mbështesë Ministrinë e Drejtësisë në përmirësimin e cilësisë dhe efikasitetit në sistemin e drejtësisë. Por Ministria shpreh shqetësimin për pengimin e reformës nga opozita që s'pranon të votojë nismat ligjore që kërkojnë edhe votat e saj. Ministri Eduard Halimi në një konferencë të organizuar nga Komisioni Evropian për efikasitetin e drejtësisë, Misioni Euralius dhe Zyra e Këshillit të Evropës në Tiranë, tha se në kushtet e këtij bllokimi, Ministria po ndërmerr disa veprime pragmatiste, si rishpërndarja e gjyqtarëve apo hapja e gjykatave të reja. Nismat ligjore që përmbajnë reforma të qëndrueshme për përmirësimin e procedurave civile dhe penale ndodhen në parlament prej më shumë se 3 vjetësh dhe nuk po arrin të miratohen. Hapja e gjykatave të reja, si ajo administrative, është një zgjidhje po pragmatike dhe shliron sistemin gjyqësor si dhe ndihmon biznesin në marrjen e drejtësisë në një kohë të përshtatshme, por sigurisht, ashtu siç dhe ju e dini, ligji për krijimin e saj nuk po miratohet dhe po mbahet në parlament prej 3 vjetësh. Ndaj dhe jemi të prirur drejt zgjidhjeve të tjera alternative, të cilat e përmirësojnë sistemin gjyqësor dhe dhënien e drejtësisë në vend. Ndaj Komisioni Evropian për efikasitetin e drejtësisë do ta mbështesë ministrinë në gjetjen e metodave dhe praktikave të reja. Një projekt pilot do të zhvillohet në gjykatën e Tiranës me synim zgjidhjen e problemit të afateve kohore të procedimeve gjyqësore. Ministri Halimi tha se po i kushtohet vëmendje procesit të digitalizimit, por ai foli me shqetësim edhe për korrupsionin në një pjesë të sistemit. Një pjesë e sistemit drejtësisë është ndikuar nga një nivel korrupsioni dhe paaftësie, ndërsa një pjesë tjetër, si dhe aktorët që kanë për qëllim ndëshkrimin e tyre, janë të familiarizuar me të. Të parët ata që kanë për detyrë të kontrollojnë sistemin dhe që janë ngarkuar nga kushtetuta dhe që kanë dispozicion të marrin masa, por po ashtu do ta bëjnë të gjithë, do ta bëjnë të gjithë aktorët, gjyqtarët dhe prokurorët e thjeshtë, të cilët të ndalojnë çdo ditë familiarizimin me këtë dukuri të tmerrshme. Komisioni Evropian për efikasitetin e drejtësisë, i ngritur në vitin 2002 me iniciativën e Komitetit të Ministrave të Drejtësisë të Këshillit të Evropës, ndihmon shtetet anëtare për të dhënë drejtësi në mënyrë të drejtë dhe të shpejtë. Harton masa konkrete dhe rekomandime që lidhen me hartuesit e politikave dhe praktikuesit gjyqësor, analizon funksionimin e sistemeve gjyqësore dhe orienton politikat publike të drejtësisë.